Luani. Një nga proceset gjyqësore më famkeqe në histori është ai kundër Sokratit në Greqi në vitin 399 para Krishtit, kur shumica antarëve të gjyqit, 501 veta, e quajtën Sokratin fajtor të akuzuar si njeri pa besim, gjë që sillte një ndikim negativ të rinj. Ku konsistonte mungesa e besimit? Tek mosnjohja e perëndive të qytetit dhe futja e perëndive të tjera. Me një fjalë, Sokrati ishte një konspiracionist për këtë punë. Sepse konspiracionist quhen të gjithë ata që kanë ide kundër turmës, kundër të gjithëve, kanë ide të veçanta. Nëse, pse ta tregova këtë o njeri? Sepse Sokratin e dënuan me vdekje. Ta tregova këtë Luan, apo Luanesh, sepse dua të them që jo sepse shumë veta e besojnë një gjë, ajo është e drejtë apo ka vlerë. Mos e haro. Mbaje mirë parasysh sepse është momenti që po t'i largohesh një opinioni të një grupi njerëzish, do t'jetë pjekuri nga ana jote. Ti dhe opinioni grupit ku ti bën pjesë, në këtë moment jeni dy gjëra të ndryshme, shumë larg njëra tjetrës, edhe pse për momentin mund të dukesh sikur po bën konspiracion.